Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. 4 gratë më të bukura të horoskopit. Në vend të parë, gruaja peshore është përfaqësuesja e vërtetë e bukurisë, ka një elegancë natyrale që nuk mund të imitohet. Nuk është vetëm pamja, por mënyra si ecën, si flet dhe si shikon. Në çdo ambient ajo spikat me finesë dhe një energji që të plotëson. Peshorja di të kujdeset për veten, por edhe për harmoninë rreth saj. Edhe kur është e thjeshtë, ajo duket sikur ka dalë nga një film. Bukuria e saj është e balancuar me klasë, delikatesë dhe inteligjencë së bashku. Në vend të dytë, gruaja akrep. Akrepi nuk është thjesht e bukur, është magnetike. Ka një shikim që të ngre dhe të fundos në të njëjtën kohë. Ajo nuk përpiqet të pëlqejë dhe pikërisht kjo e bën aq shumë tërheqëse. Në çdo vend ku shkon, të gjithë e ndjejnë praninë e saj edhe pa folur. Bukuria e akrepit është misterioze, e thellë dhe e errët, gjithashtu shumë tërheqëse në mënyrë të rrezikshme. Njerëzit e kujtojnë për syrin, zërin dhe mënyrën se si e mban veten. Ajo nuk ndjek modën, ajo është vetë moda. Në vend të tretë është Demi. Gruaja Dem është bukuri natyrale, e ngrohtë dhe shumë toksore. Ajo ka një charm që vjen nga thjeshtësia dhe sensualiteti i saj i lindur. Nuk ka nevojë për shumë fjalë sepse prania e saj flet vetë. Në dashuri është shumë femërore, e butë dhe e sigurt në trupin e saj. Shpesh ka tipare të rregullta, buzë të plota dhe një lloj bukurie pa kohë. Por më shumë se pamja, ajo ka diçka që shumë gra nuk e kanë, një energji që të bën të ndihesh rehat dhe i tërhequr njëkohësisht. Në vend të katërt, gruaja Luan. Gruaja Luan është mbretëresha e zodiakut, e bukur, e sigurt dhe gjithmonë në qendër të vëmendjes. Ajo e di që është e bukur, por bukurinë e saj e përforcon me vetbesim. Ka një ecje plot stil, një buzëqeshje që ndriçon dhomën dhe një mënyrë tërheqëse për të folur. Në çdo grup ajo dallohet menjëherë, jo vetëm për pamjen, por për karizmën. Luani grua nuk e ka frikë vëmendjen sepse ajo e zotëron. Bukuria e saj nuk është vetëm fizike, është mënyra si ndihet kur hyn në dhomë. Një grua Luan e di vlerën e vet dhe nuk e pranon asgjë më pak se sa fjalën mbretëresh.